Përshëndetje, do vazhdoj me disa video për versionin 2.1 në Brix, i cili është në versionin beta, i cili do të sjell disa veçori jashtëzakonisht mira në zhvillimin e websajteve me Brix Builder. Fillimisht, ne çka do të zhvillojmë është që pjesa në këtë video do e trajtojmë pjesën e wireframe dhe design sets, ndërsa në disa video tjera do vazhdoj në një pjesë shumë të mirë që Brix do sjell, është pjesa create, update, post përmes frontendit. Çka do të thonë kjo pjesë? Të kjo pjesa këtu kemi pjesën e blog. Tash userat mund me shtu blog, për shembull pjesa ja zhvillon një website një kompanisë, edhe ajo kompani e ka një ekip ku mundet me shtu blogs ose shërbime, dhe ato shërbime mas me i zhvillu direkt në pjesën e backendit në WordPress. Brix në versionin 2.1, i cili është ende në beta, e ka sjell pjesën që me i shtu postimet edhe me editu postimet përmes frontendit. Tash nëse e bëjmë pjesën add post, kemi një form i cila kur e popullojmë dhona këtë form e shtojmë një post të ri. Çka tash po e testoj. Këtë pjesë do e zhvillojmë në disa video, pas kësaj videos që tash jam duke e kriju. Në këtë video do krijojmë sot përmbajtjen e headerit, footerit edhe pjesën e homepage-it. Tash nëse dojmë shtu një post i ri, kemi një tekst, këtu vendoset komplet teksti, e kemi feature image, e kemi pjesën e kategorisë, ku na shfaqen gjitha kategoritë që i kemi të kriju, create post, dhe e kryujmë postin. Nëse shkojmë tek my post, klienti po mënoj përdoruesi që i vendos, e shohim që ende nuk është. Pse? Pasi që në pjesën e backendit unë kam lënë që ky post kur e bëm add me vendos në draft. Tani ne e bëjmë publish dhe automatikisht kur e bëjmë my post shohim që janë komplet. Brixi e mundson pjesën me shtu postim, gjithashtu edhe me ndryshu update post. Nëse e bëjmë update, këto post i ri, se e bëjmë dyher tekstin text, e bëjmë update post, automatikisht mas 5 sekundave na bën të redirect në pjesën e blogs. Unë në pjesën e blogs e kam lënë që vetëm 3 postime me u shfaq. Nëse e shohim që është bëhet 3 herë tekst. Nëse shkojmë my post, ne do e bëjmë edhe pjesën se si duket kur klikon në pjesën e postimit. Kjo pjesë është në wireframe, e që do e zhvillojmë në video me radhë. Tani do kalojmë në një tjetër. Këtu e kemi me kriju një pjesë të website-it, si headerin, footerin, homepage-in, ndërsa në video tjera me radhë do krijojmë edhe pjesë tjera të website-it. Vazhdojmë i krijojmë as pari page-it. Këtu po i fshim gjitha. Ja, po shtojmë 3. Publish. Kemi contact. Publish. Dhe post. Publish. Blog. Do i shohim gjitha blogjet. My post.
Ne shkojmë këtu tek pjesa e settings, reading, edhe themi që shfaqi homepage. Tani shkojmë, krijojmë headerin dhe footerin. Footerin e Brix krijohet tek pjesa Brix, template. Këtu shtojmë një template. Header, e zgjedhim llojin çfarë template-i, e zgjedhim header, e bëjmë publish, e bëjmë edit with Brix. Dhe tash do të përdorim wireframe-at për me ndërtu më shpejt faqen. I kemi tek pjesa template këtu, i kemi edhe pjesa template, këni janë pjesa e elementeve. Brixi i ka edhe pjesën e komponentave, pjesa e elementeve ka këtu të gjitha, ndarë sipas kategorisë. Është ngjashëm sikur elementori. Ja këtu. Ne do shkojmë template, do zgjedhemi këtë wireframe dhe do i kemi kategoritë template bundle, ku janë ndarë sipas kategorisë çfarë lloji i template-it është. E kemi pjesën e tagave, grid. E kemi edhe pjesën e çfarë lloji, për shembull header, në këtë rast për shembull header, edhe ne e zgjidhim këtë pjesën e headerit këtu. Edhe tash kur e zgjidhim, është hera e parë tash që po krijojmë që po përdorim një wireframe, edhe Brixi punon me klasa dhe me variabla, edhe po na thotë që apo do me importu edhe variablat. Ne i thojmë po. Gjithashtu Brixi e ka edhe pjesën e theme style, dhe na pyet apo do me importu, i thojmë yes, edhe i kemi paletën ngjyrat. I kemi yes, edhe ja automatikisht tash shkojmë te manage, e kemi theme style, edhe automatikisht na ka marrë pjesën e theme style. Mu me kriju të reja sado që neve na nevojitet. Këtë rast po lëm kështu. Kemi këtu nav menu, nuk e kemi për arsye që ende nuk e kemi kriju. Shkojmë këtu, e krijojmë shpejt tek pjesa e menu. Ja, po krijojmë një menu dhe po i vendosim gjitha. Ja, kështu. Shkojmë te Brix template prap. Bëjmë edit with Brix. Edhe ja ku na ka shfaqur. Gjithashtu po krijojmë tash i themi Brixit se ku më na shfaq këtë pjesën e wireframe-it. Këtu nuk e kemi një logo, se ky e ka mos të SVG. Ne s'po përdorim logo, po përdorim emrin tim. Ja, kështu. Brixi e ka se ku padona me shfaq headerin, mundi me kriju disa headera, edhe atë header me thonë Brixi që shfaqe këtë header në këtë page. Headerin tjetër shfaqe në page-in tjetër. Ku e bëjmë këtë? E bëjmë tek pjesa manage, e kemi pjesën e theme style, dhe tash manage theme style, e selektojmë këtë theme style-in që e importu më herët, edhe ja është okay. Këto pjesën të condition e kemi se ku pa dojmë ne me shfaq këtë header. Ne i themi që shfaqe në enterprise website. Nëse kemi ndonjë header tjetër edhe dojmë me vendos në një page specifike, që për shembull blog ose kontakt ose dikon tjetër, ne mujmë me kriju atë header, edhe këtu te condition i thojmë shko te individual, edhe zgjedhë cilën page po don me shfaq. Tani për tani ne pelojmë entry website, e bëjmë save. Shkojmë tani e krijojmë edhe një si duket. Shkojmë e krijojmë edhe një footer template. Footer, publish, edit with Brix. Edhe tek pjesa footerit e zgjedhemi tek template-it,
lypimi footer. Ja në ka gjetë. Ja këtë. Ja qene të vendos me. Ja këtë po morëm. Kemi pjesën e pages, mundim me pas services, apo të ngjashme. Ngjashëm edhe tek foteri e kemi, që shkojmë te theme style, edhe e bëjmë condition, edhe i thonë entry website, apo nëse kemi specifik ndonjë foter për ndonjë page specifike, e zgjedhim këtu tek pjesa individual, edhe e zgjedhim në cilën sakt cilën në page po duhem me e shfaq. Tani po e krijojmë edhe pjesën e homepage-it. Tash pjesën e homepage-it më shumë shpejt me e kriju, shkojmë template, hero section, po zgjedhëm një hero section, ja këtë, tek hero section, këtu po zgjedhëm një imazh, ja këtë, hero section, e kemi, shkojmë tjetër e marrëm një feature, ja mundim me zgjedh këtë feature image këtu, feature section, këtë, shkojmë këtu imazhet i zëvendësojmë, ja kështu, mundimi me shku me marrë një slider, edhe ja këtë sliderin, e shohimi që ky slideri e ka custom JavaScript, dhe Brixi nuk e lejon që më ekzekutu ky pa e bon sign na. Do të thonë ne shkojmë këtu, e bëjmë sign, edhe automatikisht ky ekzekutohet. Pjesa tjetër e kemi imazhet, i ndryshojmë imazhet shpejt. Nëse kemi mënyrë dinamike me i marrë të imazhe, kemi mundësi me i marrë mënyrë dinamike, Brixi e lejon, e mund se këto shumë mirë, po ndonjë video të radhës tjetër, mundi me i spjegu atë pjesë. I kemi dy SVG-a, këto SVG-a për momentalisht nuk kam, po shkojmë edhe po e zgjedhim. Ose këtë pjesë po e lëm tash për tash, se kemi dy, ja po largoj, edhe jemi okay, save. Ne po dojmë që pjesa e sliderit me ndru pak ngjyrën, e dim që me bo pak më të errët. Tek background, shkojmë tek pjesa slider, tek Brixi punon edhe në bazë të klasave, siç e cekëm, e kemi mundësinë që me përdor BEM metodologjinë, që me i kriju klasat. Kemi mundësi me shku te background, edhe me zgjedh, me nxjerr këtu që ku kemi paletën e ngjyrave, po kemi mundësi edhe me shku tek variablat, edhe zgjedhemi këtu e shkruajmë color, dhe na jep sakt. Për shembull, nëse dojmë, ja na ndryshon, nëse kët dojmë me ndryshu, e zgjedhemi 50, na ndryshon ngjyra. Këtu pastaj vendosen titulli, teksti të tjera. Kjo për shembull nëse e shohim në pjesën e SEOs, i kemi H2, kjo pjesa është paragraf. Tani e marrim e vendosim edhe një kontakt wireframe, ja kontakt wireframe, ja këtë po vendosëm, kemi këtu një imazh që po ndrojmë shpejt, edhe këtu i kemi pjesën e kemi SVG, por ne kemi mundësinë me zgjedh si
pjesa e ikonove të brandit, Facebook, kemi Instagram, edhe kemi pjesën e LinkedInit, ja, kjo është forma. Të kjo këtu kemi pjesën e Fiverr, e kemi poshtë, ja bëjmë caption, type, no caption, edhe na largon pjesën e caption. Kemi një klasë krijuar për aspect ratio. Kjo është pjesa e homepage-it. Shkojmë edhe e shohmi. Ja, nëse klikojmë homepage, ja si duket. Kjo është një slider që nëse vendosmi me bo edit with Brix, kemi mundësinë me alon sliderit të pjesa option. Kjo ka bërë custom këtë pjesë. Po alëm kështu. Ja. Edhe komplet funksionojnë këtu. Për pjesën e blog, mundi në video tjera kemi kriju që me u shfaq, ja sikur këtu. Ja sikur këtu blog, sakë që shfaqen, e kemi pjesën e atë postit, me shtu një post, kemi my post, ku kemi mundësi me editu, e kemi mundësi me fshi nëse editojmë, e bëjmë update post, automatikisht në bari direkt në pjesën e blog postëve. Nëse shkojmë prapë të my post edhe dojmë me fshi, ja këtë me fshi, shkojmë tek delete post, tek pjesa në shfaq gjitha donat, edhe në poshtë kemi delete post, edhe ja nuk e kemi më fshinjet. Këtë pjesën e delete post nuk e kanë këtu në pjesën e dokumentimit Brix, për arsye që e kanë vetëm për create dhe update. Ju faleminderit.